3 zjarre për momentin janë aktive në Maqedoninë e Veriut, njoftoi pasditën e sotme drejtori i Qendrës për Menaxhim me kriza Muhamet Ali. Sipas tij, zjarre ka në komunën e Likovës, Brvenicës dhe në Butel. Ai tha se shumica e zjarreve në vend kryesisht shkaktohen nga deponitë e egra dhe faktori njeri. Siç e dim, nga një gushti tani kemi edhe ndjenjë krize për zjarret, ku më aktivizu dhe shtabin në kuadër të Qendrës për Menaxhim me kriza, ku punon 24 orë, ku e shifmi edhe se pësa është ditë feste, këtu po punohet dhe gjitha aktivitetet e zjarrit nga këtu po menaxhohet shumë me sukses. Këto aktivitete janë, me thonë, ndalesë rrepsisht shtëpie për persona të pa autorizuar dhe normal me bashkëpunim me Ministrinë e Punëdrejshme po bëjmë kontrolle të rrepsishta nëpër terrene ku mund të ketë vato zjarri. Ali njofton se 3 persona janë të ndaluar nga policia për shkak dyshimit se kanë shkaktuar zjarr. Aty ku kemi sistem, momentalisht nuk kemi zjarre. Kemi pas vetëm një zjarr me një deponi të egër, donë zjarri ka dhënë kontrolla nga deponia. Në cilin vend? Në Vallandov. Tek deponitë kemi një projekt së bashku me Ministrinë e Ambientit Jetësor, ku vetëm kemi vendosur një kamerë në deponinë e Njystar, të Nvisbek afër Njystarit, planifikojmë të vendojmë në shumë deponitë të egra dhe kamera. Përndryshe, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 30 zjarre në hapësira të hapura në Maqedoninë e Veriut.